Jemi sot këtu së bashku në ekspozitën e vërteta kujtesa drejtësia, jo vetëm si institucione, por bashkë me shumë aktivist e aktiviste të drejtave të njeriut, bashkë me shumë përfaqësues të organizatave të familjeve, të cilat kaluan në për kohët më të errta të historisë sonë, bashkë me shumë nëna të forta të cilat janë shndruar në simbole ikonike të luftës sonë të pandalur për drejtësi, e bashkë edhe me aleatët të cilët na qëndruan pranë në ditët më të rënda për popullin tonë. Jemi këtu që të shënojmë ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut, një datë që simbolizon dinjitetin, lirinë dhe barazinë universale. Sepse kur në 1948 u miratua pikrisht me 10 dhjetor Deklarata Universale për të drejtat e njeriut, dhe kur i dha formë juridike dhe morale parimit se çdo jetë njerëzore ka vlerë dhe meritojnë mbrojtje, në atë kohë po ashtu çdo ditë dëgjohej edhe slogani "Kurrë më". Për fat të keq, mbeti vetëm se slogan, për shkak se vuajtjet të cilat njerëzimi i pa gjatë luftës së dytë botërore, në një mas u përsëritën fatkeqësisht në rajonin tonë në vitet e 90-ta. Edhe sot, pas 75 vitesh, bota ende përballet me padrejtësi, me dhunë, me shkelje të drejtave themelore. E si gjithmonë, si në çdo luftë, më së shumti preken ata që janë më të pambrojturit, civilët e pafajshëm, gratë, të moshuarit dhe në veçanti fëmijët. Populli i Kosovës e di shumë mirë se çfarë do të thotë kjo. Krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit e gjenocidi ushtruar nga regjimi i Miloševićit shkaktoi dhimbje e cila nuk do të shuhet asnjëherë. Mira të vrarë përfshi shumë fëmijë, mira gra e burra të dhunuar, mira persona të zhdukur me dhunë, të cilët ende mungojnë në familjet e tyre dhe i mungojnë gjithë Kosovës. Dhimbja e tyre nuk njeh kohë. Ajo është një plagë e hapur, plagë e gjallë, plagë e cila kullon çdo ditë dhe e cila akoma kërkon drejtësi. Le të ndalemi për një moment tek historitë që tregojnë dhimbjen e papërshkrueshme dhe guximin e nënave tona. Në mesin tonë është nëna Ferdonie dhe shumë nëna nga Gjakova, të cilat mbajtën gjithmonë brenda shpirtit dhimbjen e humbjes së fëmijëve të tyre, bashkëshortëve, njerëzve të dashur të familjeve të tyre. Nëna Ferdonie humbi djemt dhe burrin duke ruajtur pastaj dhomën e tyre të zbrazët, tryezën, por po ashtu rrobat e lëna aty si kujtim të jetëve që nuk u kthyen më. Rrëfimet e tyre nuk janë vetëm histori dhimbjeje, janë dëshmi e qëndresës, e dashurisë së pathyeshme dhe të pafund të nënave dhe kujtesës që nuk shuhet kurrë. Le të ndalemi po ashtu tek historia e grave të Krushës. Në Krushën e vogël nëna Hyrishe Shehu kujton ende ditën kur jeta ju kthye përmbys. Mes tymit, zhurmës dhe krismave që përpin fshatin, ajo kishte mbështetur në prehër djalin e saj më të vogël, vetëm 13 vjeç, duke shtrënguar sikur ta mbronte me shpirt. Ai ishte kapur pas qafës së saj duke i përshpëritur: "Nën, mos më lësho." Fjalë që edhe sot i ushtojnë nënës në mendje. Kur forcat serbe rrëthuan në një obor gjithë popullatën e fshatit, ajo u përpoq ta mbulonte djalin e vogël me trupin e saj. Por duart e ashpra ja shqitën nga prehri, duke e lënë të rrëzuar në baltë, me duart e zgjatura drejt tij. Ajo ditë ja mori 2 djemt dhe burrin, duke e lënë nën Hyrishën me zemër të plagosur përgjithmonë, por me forcë që nuk u thye kurrë. Sot rrëfimi i saj nuk është vetëm dhimbje. Rrëfimi i nënave, i baballarëve, i fëmijëve, i gjithë qytetarëve të Kosovës është edhe qëndresë.
është kujtesë dhe është zë që I kujton gjithë botës se krimet e asaj kohe nuk do të harrohen kur. Dhe po ashtu na kujton dashurinë e pashuar të një nëne shqiptare. Ndërsa siç e dim në shumë vende të tjera në Kosovë, akoma priten më të dashurit, rreth 1600 të zhdukur më dhunë. Nëpërmjet kujtesës, të vërtetës dhe drejtësisë krimet, jo vetëm që duhet të denohen, jo vetëm që çdo ditë duhet të nderojmë ata që kemi humbur dhe dhimbjen e familjeve të tyre, por mbi të gjitha, edhe vetë ardhmja duhet të ndërtohet mbi respektin për ta. 26 vite pas luftës, drejtësia ende mungon. Kryerësit e krimeve nuk janë gjykuar dhe viktimat, familjet e tyre ende vazhdojnë të presin. Familjet e të zhdukurve jetojnë çdo ditë me pasiguri dhe me dhimbjen dhe ankthjen e pritjes. Disa nga dëshmitaret e të mbijetuarit po vdesin, duke marrë me vete pjesë të rëndësishme të së vërtetës. Prandaj detyrimi ynë institucional është më I madh se kurrë. Dokumentimi, ruajtja e kujtesës dhe kërkimi I vazhdueshëm për drejtësisë janë urgjencë kombëtare. Puna e institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është jetike. Çdo dokument, çdo dëshmi, çdo fotografi, çdo rrëfim është pjesë e mozaikut të së vërtetës. Pa të vërtetën nuk mund të ketë drejtësi. E pa drejtësi asnjëherë nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme për brezat e ardhshëm. Ekspozita e sotme, e vërteta, kujtesa, drejtësia, nuk është thjesht një shfaqje fotografish. Këto janë vetëm disa dhjetra nga mira e mira fotografi të cilat I ka mbledhur Instituti për krimet e kryera gjatë luftës. Këto fotografi, pra janë për te I pamjes. Ato janë një deklarat e fuqishme, se nuk do të lejojmë që e vërteta të shtrembrohet, se nuk do të lejojmë që kujtesa të shuhet. Këtu përkujtojmë fëmijët e vrarë, nënat dhe baballarët që nuk u kthyen kurrë, familjet që humbën gjithçka, ata që u zhdukën me dhunë, për secilin prej tyre, për gratë që përjetuan tmerrin e dhunimit në kohë lufte, dhe çdo viktim të luftës, secilën pa dallim, për secilën prej tyre kërkojmë drejtësi. Të mbijetuarit që jetojnë sot me plagë fizike, por mbi të gjitha plagë shpirtërore, janë personifikimi I rezistencës dhe I dinjitetit njerëzor. Janë zëri së vërtetës që asnjëherë nuk do të mund të heshtet. Kosova nuk do të heqë dorë. Nuk do të lejojmë që krimet të harrohen. Nuk do të lejojmë që gjenocidi të mohohet. Për secilin person të zhdukur, për secilin fëmijë të vrarë, për secilin viktim të dhunës seksuale, ne do të flasim me zë të lartë, këtu dhe në çdo vend të botës. Drejtësia do të kërkohet pa u ndalur, e vërteta duhet të dëgjohet dhe kujtesa nuk guxon të shuhet. Sot ne kemi ndërtuar një shtet ku mbrojtja e të drejtave të gjithëve, pa dallim, qëndron në vetë themelet e sistemit ton kushtetues dhe ndërshtyllat më të fuqishme të shtetit ton. Si popull që për shekuj ka përjetuar diskriminimin, sistemin e apartheidit, krimet e luftës, krimet e njerëzimit e gjenocidin, duhet të sigurohemi që e kaluara e dhimbshme mos të përsëritet më asnjëherë dhe që paqen e ndërtuar me aq shumë mund dhe sakrificë ta mbrojmë me çdo kusht. Lavdi të gjithë atyre që u fliuan për lirinë tonë, nderim dhe mirënjohje të përjetshme për të mbijetuarit dhe familjet e viktimave që mbajnë gjallë shtyllën morale të shtetit tonë. Derisa çdo familje të marrë përgjigjen që I takon, pra drejtësinë, ne nuk do të ndalemi së kërkuar e llogaridhënie. Drejtësia do të vendoset për gjithë ata që vuajtën padrejtësisht dhe kujtesa e vërteta dhe drejtësia do të jenë gjithnjë udhërrefyesi ynë më I fuqishëm për një të ardhme më të ndritur. Është kënaqësi që sot në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit të flas në tempullin e demokracisë, në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në një ngjarje që bashkon 3 shtylla themelore të shoqërive të lira: të vërtetën,
kujtesën dhe drejtësinë. Kjo ekspozitë organizuar nën patronatin e Presidentës së Republikës nuk është vetëm paraqitje vizuale së kaluarës sonë të dhimbshme, por akt institucional i kujtesës, thirrje për përgjegjësi dhe dëshmi e fuqishme se krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë nuk harrohen, por vazhdojnë edhe pas më shumë se një qerek shekulli liri të jenë plagë të hapura që kërkojnë drejtësi. Pra, video dhe fotomaterialet që shpalosen sot para jush nuk janë thjesht imazhe, por janë zëra të ngrirë në kohë, janë jetë të ndërprera dhunshme, familje të shkatëruara, fëmijë, gra, burra dhe të moshuar që u bën target i një represioni sistematik dhe të organizuar nga regjimi serb. E instituti e ka për mision që zërat e viktimave të rikthejë në vëmendjen publike, vendore dhe ndërkombëtare, duke mos lejuar që e vërteta të mbulohet nga harresa dhe heshtja si format më të rrezikshme të mohimit. Fatkeqësisht edhe sot 77 vjet pas miratimit të Deklaratës Universale të drejtave të njerëzit, bota ende përballet me luftra dhe shkelje të drejtave njerëzore. Andaj, ngjarje si kjo e ditës së sotme vën në pa se Kosova e di shumë mirë çmimin e lirisë, peshën e dhimbjes dhe faktin se kujtesa jonë nuk është vetëm emocionale e personale, por edhe publike e shtetërore. Zatën themelimi i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë nga Republika e Kosovës, Qeveria e Kosovës, e dëshmon këtë fakt më së miri. Dëshmitë e paraqitura këto janë pjesë e një procesi të gjatë dokumentimi dhe hulumtimi që synon në ruajtjen e kujtesës, sepse pa kujtesë të së vërtetës nuk ka drejtësi. Pa drejtësi nuk ka paqe të qëndrueshme. Të nderuar miq ndërkombëtar, si rezultat i mbështetjes suaj të vazhdueshme, ne besojmë se e vërteta për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë e dokumentuar me standarde të larta etike dhe profesionale, do të rrënjoset edhe si pjesë e kujtesës evropiane dhe globale. Sepse kjo e vërtet nuk është vetëm plagë e Kosovës, por plagë e ndërgjegjes njerëzore. Për këtë arsye jemi të bindur se puna dhe detyra jonë si shoqëri nuk është vetëm akademike apo institucionale, por thellësisht humane dhe fisnike. Në fund, dua të theksoj se kjo ekspozitë është një hap i vogël i një procesi të gjatë që kërkon durim, guxim dhe përkushtim shoqëror dhe institucional, që e vërteta të vazhdojë të flasë. Kujtesa nuk do të heshtë dhe thirrja për drejtësi të mos ndalet. Ju falemnderit për vëmendjen dhe për respektin që sot i bëni kujtesës së viktimave të luftës në Kosovë. Falemnderit.